Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi me Sport Podcast me misionin tonë dedikuar figurave sportive që kanë bërë emër në qytetin tonë, por edhe përtej. Episodi sonte do i dedikohet veçanërisht futbollit dhe një prej ish kampionëve kuqe blu me fanerën Vaznis, një prej atyre që ka spikatër me golat, klasin, por me tepër edhe me gritën dhe luftën sportive në fushën e lojës. Një karrierë e zgjatur shumë në vite, në dekada mund të them, si futbollist aktiv, por edhe sot si trajner ku është sakrifizuar me shumë ekipe duke dhënë kontributin e tij dhe duke përçuar eksperiencat e jashtëzakonshme tek rinia tashmë dhe duke i udhëhequr në rrugën e bukur të futbollit. Kam kënaqësinë të kem në studio profesor Altin Xhahysa. Profesor, mirë se vjen. Mirë mbrëma, dhe të them drejtën është kënaqësi kur vi te ti. Sinqerisht, nihem komod edhe flasim realitetin gjithmonë. Si gjithmonë, je simpatik në ato deklaratat tuaja, por ku është sot Xhahysa, sepse ndoshta i larguar, i distancuar pak nga ato opinionet e përditshme sportive. Tham drejtën, jam largu pak për një arsye, duke por unë jam ndoshta në ata më kritik. Ti e din shumë mirë se kam kanë shpeshherë i ftuar për te dhe kam kanë ata kritik për të mirën e Vllaznisë. Dhe nganjëherë kjo kritika i vret njerëzit dhe vendosa si të distancohem te kjo pjesë dhe të merrem me angazhohem me programet e mia si kam trajningut. Që janë? Janë pa pushim, tham drejten, sot si flasim kam 4 grupe të regjistruar në emrin e ekipit e Djemnia, Akademisë Djemnia, dhe që nga mosha 5 vjeç deri në moshën 14 vjeç. Por nuk po udhëhiqni vetëm ekipe sportive me shumë futbollist, ekipe të zakonshme, por edhe këto stërvitjet individuale futen një lloj trendi në Shkodër. Është mos e vërtet kjo, mu ban disa vite si jam, mund të tham me bindje të plot si jam në trajnerët e parë, si jam marrë me stërvitje individuale me çdo grup moshet, dhe tham drejten është e vetmja arsye si një sportist ose një futbollist mundet të rrit është stërvitje individuale. Dhe sot unë vazhdoj dhe jam e angazhuar për çdo ditë me stërvitje individuale me sportistat të veçantë. Pa dashur të përmend emra të veçantë sepse duart e tua po kalojnë breza të rinj, por edhe futbollistë konfirmuar superior dhe madje edhe në Europë, por ku e gjen këtë pasion profesor Altini? Ku e gjen sepse që nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 darkës vetëm fushën e futbollit? Është mos e sa kjo si thu ti, është një dashni e brendshme. Është një pasion që e kam qysh moshën 9 vjeç dhe sot 52 vjeç, se në 43 vjet po u largu nga fusha. Vetëm futboll. Vetëm futboll. Dhe të tham drejten kam frikë me qohët gjakun se mas del top, nuk del gjak. Por është një kënaqësi e madhe, sidomos kur marrësh me këta grup mosha të vogla, t'i japin një adrenalin tjetër dhe të bajnë me punu edhe më tepër. Pra se fëmia gjithmonë është i pafajshëm dhe është e shef edhe si diçka pozitive, jetë rrit, jetë i lën një frymë sportive, jetë i largu nga e keqja, jetë i largu nga celulari, pra jetë i lën diçka pozitive atij fëmijë. Patjetër sporti është vetëm pozitivitet, s'ka asgjë negative lidhur me sportin, por jeni pa dashur ndoshta sepse ti shumë modest vesin aty, jeni nga ata trajnerë që vlerësoheni si më të mirët, për të mos thënë më i mirë në Shkodër për këto grup moshat, po themi nga U10 deri tek U15. Cili është sekreti? Sepse edhe fëmijët i shoh shumë gëzuar në stërvitjet tuaja, pavarësisht se ata kanë jashtëzakonisht shumë seriozitet. Unë gjoja më kryesore e jemja është edukata punës. Dhe unë e vlerësoj shumë edukatën e punës. Po edukat punët nuk mund të punosh. Me çdo grup moshit, me 5 vjeçin, me 7 vjeçin, me 10 vjeçin, jepi dashni. Sidomos fëmijës, kur ti jep dashni, fëmia ta kthen 10 fish. Pra, duhet rregull jashtë baza, edukata bazë, dhe kur i ke këta dyja, normalisht edhe fëmia njihet i lumtur edhe i gëzuar. Prandaj kjo është ndoshta çelësi, si jam gjithmonë në harmoni, gjithmonë i lumtur me fëmijët. Pra të thash mu m'japin një lumturi të veçantë.
Dhe është kënaqësi e madhe me punu me fëmijë. Me rastistë aty ku ishin ato stërvitjet e tua, fëmijët nganjëherë përtojnë të shkojnë stërvitje, është e vërtet kjo. Tek ti nuk përtojnë asnjëherë. Vinin madje edhe para orare. Është nërsa edhe me qesh, po vinë edhe kaj orë para. Pra, e me zi që presin me orë stërvitje. Pra, stërvitje tjetë sa më alarmishme. Dhe, gjoja më kryesore e një trajnerit, ti thaj por mund t'jem nërë më të mirë, po unë se vlerësaj vedin nërë më të mirë, unë gjithmonë do ta moj vedin nga fundi. Pse? Puna është edhe si tregan, por momentin që ne i pame dhe dagjana shtesh edhe të vaznia, ne a kene i fije ku na shkan pak nanja, bim shvet. Por problemi është si të fmit jepi harmoni dhe jepi gzim stërvitje. Sa më të larmishme, sa më të gëzushme t'ja bërë stërvitjen, aq më mirë është një fëmija. Kalojmë pak në ato fillimet tuaja si fëmijë, edhe ti kur ishe fëmijë para shumë vitesh, the 18 vjeç, ke nisur ndoshta me sportin. Si ishin ato startimet? Si lindi dashuria për futbollin? Dashuria për futbollin, tham drejtën, qysh fëmijë, qysh i vogël, ne e dim se kena lyt në përlagje edhe pa pushim. Por, tham drejtën, unë kam fillu me muzikë, me violinën. Aty kam kanë. Me falë që po të ndërpres, po shumë ish futbolist që kalon sportin e ka nisur nga muzika, pastaj kanë kaluar tek futbolli. Beqiri një e tillë. Milotin. Kena kanë një klasë. Miloti po ashtu. Aronin e kam pas në klasë, që është klasë parë. Edhe por ai pasioni për çfarë vengli muzikor? Violin. Ai pasioni për futbollin ka kanë gjithmonë anër. Edhe tham edhe një fakt ndoshta çdo herë si në takote me pa një neshe o në televizor si sa jep të në atë kohë të veshëja si ka kënë misdit dhe ishte i fiksim si gjithmonë i thosha nënë steme kemi më pa dhe munja të lytë dhe dhe zoti u realizu edhe më pavi të lytë në televizor. Kush spikati Altinin i vogël? Cili trajner ishte? Kja ishte pyetja më e bukur. I po harrushmi për mua dhe tham drejten një respekt veçantë për Esat Rakiqin. Është i pari, ditën e parë të fisulturës, më ka pa, dhe më ka pyet emër dhe djali ku je, më ka thonë, vetëm i ka që më ka thonë, lene violinë dhe përkushtojo futbollit. Unë jatë me zi që pëjqa, isha i gatshëm, por edhe e kam fillu më ne me Ali Rakiqin, vajnë e Esat Rakiqin. Pra ne, unë ja dedikoj çdo gjë Esat Rakiqit. Për mua është edhe te ekipi por është prej pjesë kyçe e jamja. Kishin kundërshtim prindërit do pak që do e lije muzikën për sportin? Masi jo vetë kam kallzu prindër. Kishe frikë? Kisha se në fakt babën që janë baba për ambet si baba si nana, babën e kam pas në vallëtar më të mirë Shqipëni. Dhe ka kanë në çdo sot që janë sot profesorët boll i ka pas në durët e veta baba dhe dëshira ti muzika. Arti. Pra ne, se gjajtë gjane e parë me hi me muzikë, unë me violin, edhe vllai ka kanë me fizharmonik. Dhe, tham drejten, por unë ndoshta është me qeshën, marrë shagujin e lusha me gur, se e kisha pasion. Kalove tek moshat e vazis me njëherë? Po, një ekip ka kanë atë kohë, të shash ndryshe, është ke ma hapsina, ke ma shumë akademi, edhe një ekip normal. Fillova me Ali Rakiqin, për aty mandena zinxhir vinë. Kush ishte brezi ndoshta i futbollistëve? Përmende Milotin bashkohës, por ndokush tjetër? Tham drejtën që bëhe jeme, po them tek vaznia ndoshta. Me llogaritë pjesën kur e kam fillu janë shumë emra si edhe sot e kanë lënë, dikush edhe nuk jeton, por kur fillova mandena aty te pjesa para trive, aty më janë mëne grupi Ronit, Uliksi, Suadi, kompania, domethënë. Grupi kampion. Grupi kampion. Është më të vërtet grupi kampion. E kush ishte trajner në atë periudhë? Tek paratrit? Te paratrit kanë qenë Ismet Hoxha me Agimedien, kurse te trit i malli për mua Fatmi Paçami. Si mësej si bëhet goli. Pse nuk dihet shënoje? Shënosha, ai më mësej më mirë. Edhe sinqerisht e them me dinje plot, e them se ka punu shumë me mua te kjo pjesë.
Individuale. Marote Sevitja. Jetë këshilla. Marote se këshilla pa pushim Sevitja, po Marote Sevitja ai rrite me mu jashtë Sevitjes te zona, vetëm te zona. Sepse profesor. Unë kam kanë sulmus. Profesor, e di atë pjesë, po nuk e ke bërë nazë roleve. Kallzej edhe një rast se nosha pa kalim pak më përpara, kur kalova te ekipi parë ishte trajneri, për mua është i parë për trajner, për skema, për çdo gjë, për biseda Asetafizi. Dhe kur kalova te ekipi parë, paçami ngulte kam, fote sulmus, dhe përgjigja Asetafizit. Paçam, veç portier nuk mund ta fus. Du mërës djathtë e ban, du mërës majt e ban, du me së shosh djathtë e ban, du me së... Pra kam zëvëndësus për tana, pra ne mos ma kërka. Pra isha, nuk i basha asë lloj rolit, në thonë një nuk e baj. Pse? Aja dëshira madhe për me lujt. Besoj se kur shkove në ekip parë, Vllaznia ishte top në atë kohë, ishte në elit, sepse ishin vitet që Vllaznia luftonte për kampion çdo herë. Tam drejtën... Kishe siklete ndoshta emocione. Unë kam pas një përkërhet të mirë shumë të ekipi parë, të fillu prej ta Venerdani, te Sërdedja, si kam lyt me ta. Pra ishin veteran. Dje të i po në stadium, sot unë u bona me lyt me ta. Pra kam pas i përkërhet madhe. Dhe të tham drejten, që këtë mund t'ja tham çdo triut. Kam najt me kokë ullë gjithmonë. Që në ditë parë, edhe dirë si e kam lanë. Aja koka ullë, më ka që mu sa të ku jam. Pra, vetëm punë. Dhe ata e panen, pa fjallë, jo për në i gjo, por vetë kipi jem si, kam thonë, du me punu kaq. Ta meritoj. Pra, çdo trajner si ka ardhë, kam pas problem, a pa më fut, se kam kenë, pse? Je puna, tregoj. Ashti sporti, na unë që i fushën, e unë që i pa ditëse. Fushat pa ditë, je para 10.000 vetëve. Kam pas luksin, si të lasë para 10.000 vetëve çdo neshje. Po kishe emocione? Gram. Si ka mundsi? Zero. Sepse shohim sot futbollin aktual, po të vinë 3.000 vetë në stadium, emocionohen futbollistat. Maksimum i kam po. Maksimum është e vërtet kjo si thu ti, por aja binja gjithmonë e jam unë fush. Apo ishe mësuar me presionin? Tham drejtë, kur presion, asnjë lloj presionit, asnjë lloj presionit. Natyra jote Vetëm një shumë allegro ndoshta të ka bërë që të mos e ndjesh. Është e vërtetë që unë çdo gjë e marr me sportivitet, me qeshën. Pse? Thjesht është aja besimi si do ta bëj dhe kaq. Jepi besim vetit. Po s'pote besim vetit nuk mundesh me e bë. Ti edhe i këtë program po si lloj besim vetit nuk mundesh me e bë. Pra besimi është bazat e sidomos të sportit. Por, tham drejten, emocion kam pas, neshin me Tiranën, kur hinat e Vllaznia, dhe ta kaj nesha tret me lytë kundër Tiranës. Pat me hup me i gol, autogol bile, ajës autogol nuk quhet gjujti Agustin Kola, i ra premqit një të bëri dhe hini gol. Më ta kaj atë neshi ishte funi karrierës Ben Minga. Dy kolos, të dy, si Kola, si Minga. Në momentin që kam hinë fushë, e kam po, a thua shpër me në thosha. Sinqerisht ta tham. Pse mu dukte si honor. Dje, të bërorit të kombëtarja, të Tirana, kur vishin, me ziq për ishim mirë po, dhe më takaj me lytë një për një kundër ti. Ta mbaje... Jo, a ishte qendërmbrojtës. Unë isha në sëllë. Vitet e fundit karrierës. Ishte vitet fundit karrierës, si ti dhe Gustit, dhe kur marrë neshja, më vuni dorën qafë, tha, a i lothën, no pak, jo heqë thëmë vetë. Fjellë me qeshme të madhe. Tash unë thosha pjesën atë më folë. Nuk e imaginosh e ishë pjesë. Pra, aty kam pas emocion të tham drejten, pse se të ditë kush ishin ata figura. Që ishin dy të mëllën të kohës. Ka llogarit ditën e parë që kam hinë të vazhë njëzitarë, si kanë Venerdani, Alban Noga, Astet Premqi, Sërdedja, në hanë që u bale trajneri jonë. Zmijani, ndoshta. Ja, Luan Zmijani, po. Por hysa s'ka kënë. Si ishte? Ja, hysa s'ka kënë, në në ke bëhet fjallë 93-94. I kam hi me ekipin e parë. Cila ishte ndeshja parë me ekipin e parë, po flasë? Ndeshja parë, me fushkru, me Ilirin Laq. Vështirë pas ke debutuar, Altin? Gram, edhe kam bëj paraqitje shumë të mirë. Debutove nga Stoli apo titular? Nga Stoli. Tu duhet shtamu në Alpak.
E përmana por Asit Hafizin. Astriti Hafizi ishte trajner? Ishte trajner i ekipit parë. Bashkë me Esat Rankishin, zëvendës trajner. Zëvendësi i përjeqëm i vazhdis. Për mu kolos. Kam marrë punën e ti, të satit. I pa pejtushëm 1 sekund. Thosha, s'ka mundësi në këtë mosh, s'pejtojtë për çdo gjë. Në aja ka me pak, si thënë, fiksim të une. Ta kalloj mentalitetin e punës. Edhe i dashtën me lojtarin, shumë i hapën, shumë i qill me lojtarin. Komuniko shumë i tek, si me kënë të komuniku me i prejnë. Nuk kam po shancin që momenti që kam hitë e Vllaznia, me shku direkt në fazë përjetorin në Bullgari. Unë kam përmanu të një emision tjetër, kur kam vesh bluzën e Vllaznisë, kam kanë shku letë. Asë të i dim ka po. E ndër e plëcuar. Qa kemë, tha, i thash, pse ba më të sëp me vesh bluzën e Vllaznisë. Alo se besoj. Sa vjeç ishe ndërko? 19. Alo se besoj, thash. E tha jepi vetit. Dhe futin pjesë 2, ta në neshjet. Pra ne ja di shumë për ne. Në fazën përgatitore? Fazë përjetore, edhe kur u kthyme për fazë përjetore, neshje mitësore, neshje kupet, ta në herët në pjesë 2. Mas me më fut pjesë parë me më fut në stres. Pra të më lonë besim, kopak, dhe sa e rriti, në neshja fundit që ka kënë në stol, ka kënë neshja parë e kampionatit me Iliri. Në Laç, kam hinë minut 54. Kë zëvendësove barme? Atë thëmë drejtës. Nuk e kujtoj. Kush ishte të Vllaznia në atë kohë që luante pjesë sulmuese? Ishte Gjergj Fishta, se Edi një atëherë ka Kenneth Martini për kalet në Austri. Mos gabosha. Po. Edhe Gençoqja, Qeshlako, ka kanë pjesë e Vllaznisë, pra Gjergj Fishta, kanë kanë Gençoqja, Gjergj, që kanë pjesë e Vllaznisë të sulmi. Sinani u kthye. Sinani ka më mbrapa, masi erdhi dhe i takoj me ikë edhe herë për Vllaznisë, u shpot, mande u pa kthye edhe herë te Vllaznia. Por aja ishte, neshja 3 ka kanë, si kam bë gol, neshja e 2 me fushkryen Shkodër. Vazhdote Paçami kam ullin fotë e sulmues. Dhe si për çudi atë neshje vritet Gençoqja, don sulmues. 1-0 një atë gol bëna unë. Në dihet shani Paçamit. Thash. Atë thash. Ale normalisht asajti e di, por e kam thote ku kam nevojë. Pra kjo gjë pozitive për litor. Po nuk bë nazë, nuk është se kishe duhet luaj këtu, kam këtë pozicion. Më djath me Vlonën që kena fitu 8-0 në Shkodër, më djath kam bë gol. Ki shënuar golat vazhdueshëm gjatë karrierës tënde aktiv? A di qa shaf mangësinë asatën të futbolli jonë. Se sot herë përmendim, ndoshta nuk është pjesë e jame, por shaf me sushort, pejtojnë me hinë zonë. Pra ne ka pak gola. Ne me zi që kina prit me hinë zonë. Mos është modernizuar më shumë se ç'duhet sporti. A bërë robotik. Është bërë mekanik shumë. Unë vazhdoj pak më atë vjetër. Unë jam anti-letër, anti-laptop, që atje fusha. Topi dhe që atje fusha, që të tregan fusha. Shkruj sa dush në letër ti, që të tregan fusha. Pra jedi të ru, me bëha që të nëllë ndoj. Dhe pra ne është e si theti, por nështë të vgjësohëm të ke pjesë. Pse? Unë nështë të fundim të pak, s'ka mas bërbëll, as kronometrë ndojë. Kur s'ka mojtë bërbëll? Pse? Futbolin, lojtari, bërbëllin e mojnë arbitri. Lojtari e ka ika, pas, dëbla, kaq. Atëherë, ç'm duhet më bërbëlli? Po bën... Po më kujton një shprehje të madhe Cruyff, që thotë futbolli duhet luhet thjesht, por është shumë e vështirë për ta luajtur thjesht. A është më e vështirë? Futbolli ka gjë. Pasja është gjëja më e vështirë, gjëja më e thjeshtë. I ka është futbolli, pasi. I pasi mirë, a gol. I pasi gabum, sa gol. Thotë ndoshta bumerang. Pra ne është faktiva, si ka thënë Cruyffi, se dihet kush ka qenë Cruyffi, është këtë në futbolli është i thjeshtë. Futbolli zën kompjuter. Po sot sikur e kanë komplikuar shumë, shohim edhe në stolat
paktën edhe në ndeshjet botërore, ndeshjet e mëdha shohim shumë me video, me Okej. gjëra, me analiza edhe në live ndoshta. Jam dakord me ty, më thash jam pak ndoshta me të Sepse vjetën. janë duke e kthyer shumë perfeksion, por Jo, tifozët nuk a e bo duan. robotik. Bo ti shikosh ekipet, të gjitha ekipet, Thuaj se njëjtën linjë. një lloj loje. Njëjtën lojë. Pse a bo robotik, nuk ka fantazi. Edhe Nuk ka krijes, nuk ka shpik e lojtarit, shpik, lojtari duhet me shpik në fush. tu është faj trajnerëve ndoshta? Ka teknologjia. Ka hi shumë teknologjia. Apo tashmë Tash sporti tam- është shifete, biznes më marr shumë se një- sa sport. Bravo të qoftë. Është reklam për publikun. Unë edhe pjesën e edhe në Shkodër gjithkund pjesën e trajnerit që vërtet ban me durë me kam është reklam e publikut, që sa bukur bërtason. Janë gjëra që i dim. Por, thami gjë, minuta 90. Ulet trajneri, më shef në kompjuter. Ç'a shef në kompjuter minuta 90? Veç nga dha. Vetëm më kallda. Jebi besim, por, ka është futboll. Unë besoj se është ajo shpreha që është për mendimin tim më perfektja në futboll, ndeshja luhet në stërvitje. Bëhet gjatë javës stërvitje. Në stërvitje, mu më delzoni në ka tjetër. Në ndeshje e i që Asu gram. Që ose se bëna që ki bon stërvitje, mos sen me lytë. Stërvitje për që bëhet, për një të loj. Ashtë kajti thjesht, Indri, sinqerisht. Pra ne, unë nështë jam i fje i largum të kja pjesë. prandaj Jam mo popullor, ta thëmë drejtën, jam mo popullor. po sepse shohim futboll kanë humbur ato lojtarët e bukur. Ato që triblojnë, ato që kanë dhënë spektakël, pavarësisht se ndoshta ka humbur një top më shumë. A ke mo i njest? Messi, Sa të vunë bota për një dheq? Messi Neymar ndoshta të fundit bukur Krynen, lojtarët e sa të bukur. bota vunë për dheqa? Sa të bota vunë për sulmus pyk? Shifiton ekipet. Nuk ka Shumë e fantazi. Shumë e Ashtë, do të shkeni një këtë rrymën, ka me shkujtu, po nuk shkohet, mos e ka më në nërprej. Qa kemi bo? Shpik për atë facilitar. Se vitja bo, të janë lonë variantet 1, 2, 3, 4, 5, shpik, cili është më i mundshmi për më bo për atë moment. U Ka thënë, qash. kur është bërë Brazili si Italia, atëherë merr fund futbollit. Urna, shikoj ke Itali. I soti kampionatis marr pjesë. Kush është Italia? Super fuqi. Pra ne thamë të kanë bëj fije robotik këtë pjesë. Unë thash, edhe teknologjia duhet, as diskutohet. Inovacioni treja çdo herë. Trejat, as diskutohet. Unë thëmë drejtën, kam 43 vjet në fush. Po që studioj çdo herë. Unë për ditë hi e lexoj. Për ditë. S'kam marrë heq. Absolutisht. Pse? Por, me letë në dorë, që duen para fëmis? Din gjo fëmija me letë në dorë. Banja ti shtë vitin, ti si trajnja, ti shpjegoja. Dhe bëja të bukur, të armishme. Aktuse. Ajo është Ku është qelë të thamë vetë? Një trajnjer, që sa rrinë, si fëmija morën se vitin me thonë, qa ka me bosat, aja është i fitu me fëmi. Je morë me thonë, e di qa ka me bo. Ose erdhën to, e di qa ka me folë. Jo, nuk e di. Për qëve, ne të bo një muhabet, këtë lirëshëm, këtë thjeshtë. këtë rrjellshëm. Unë nështë ka marrë me i mendim tjetër, por, pse? Pra, i ke liria, dhe banë me e bëhet bukër. Për të sjellë diçka ndryshe. Por ajo liria ju bëri të bukur edhe me Vllaznin ato vite. Ishit ekipi më spektakolar, po them. Ashtë e vërtet. Unë nuk harrej një fjallë Zudi Qopës, doke i malë. Për mua është legjend. Dhe, thamë drejten, është në vetë të njërës, si në ka po gabim, në ka po gjithë për dhe i rastesh, njëherë nuk është diskutullë sa ka marrë vesh të njëri, pse ka ardhë të ka thonë vetë, ma se bënë sa është gabim. Pra unë i vlerësaj shumë atë person. Për mua është legjend. Ma ka thënë, këtë që po thua ti, ma ka thënë këtu në studio që ose kishte do një gabimi, këshilloja lojtarët vetë, jo Ta thotë e tregoja vetë, tek trajneri. nuk shko te trajneri. Kur? Nuk ka marrë vesh. Unë, nuk ka sot më shejë, e din shumë, një godi tonë shkojtë, unë e kam pici more. Më thote, ma se pe, më thote vetë, po jo se me shku mi e thonë trajneri, Për të thënë trajneri. pen gjahysa që more. Pra, kjo ka nëna pozitive ti si ka jetë gjatësi, si ka. Është enciklopedi vete, është enciklopedi vete, legjend. Është e vërtet, është e E vërtet. sportit shkodran. Si është
ai titulli kampion me Vllaznin, ai vit i vështirë, me rivalitet shumë kishit, por ja dolët. Me një ekip totalisht shkodran. Ai vit domethënë erdhi mas një periudhe që u bë një ekip shumë i bukur natë 6. Problemet dihen, natë 6, natë 7 e kohës, do në prej. Aty gërësit të armë, na vazhdojshim bëshim servitje. Në kanë ardhë dhe në fushë të gjytë me armë, na vazhdojshim servitje. Dhe para se me fillu, du me e lidhë pak, para se me fillu atë kampionat, unë kam kënë dhe nosha të elon futbolin. Arsyeja? Arsyeja. Çdo futbollist e ndron me shkuën kombëtare. Dhe s'do ta harroj kur, 17 maj. Nëna gjyqjen me letra me shkuën kombëtare. Unë sa vetosja Ed Martini me shpresat të lushin në Spanjë. Si u denu Shqipnia për jadheve, në 10 gjysmë kam si krahun. Çfarë fati keq? Po si e theve krahun? Stërvitje. Një shputje, u shputa të rënë tokë, kam shtet dorën tokë. As se kam një vetëm, thosha pse s'vjen krahu, kur e pash i thym. Da në kam pa aty sërë dedjen, sa i qangin, fejt borshin që i kina pasë njëra, vetëm qashin prej cikletit. Se ishte çdo futbollist në rrote. Dhe kur pa qku bile Zidia, se në nesër unë ishim për Tiranë, kur pa qku Zidia, kanë kanë në të kohë, si ta fizit e një ekipit parë, Suleman Mehma, super i në rumë për mu, ai person, super i në rumë, e të një shpesave. Ko Gjehysa, doke si kanë shkullat, që ka në, ka thë i krahun. Eja dhe më thonë, ka kënë shumë e rëndë për. U mërzite shumë atë? I kam nëjtë në Zvicër 2 muaj. Dhe koincidenca, kam marrë me 7 gusht, me 6 gusht, me 7 gusht neshja, si u paten për me përfundu kampionatin, 6 parat në Tiranë, 6 ditët në aty, dhe koincidenca, me 6 gusht kam marrë për Zvicërës, me 7 gusht neshja Tirana Vllaznia. Fitojmë 1-0 me Goltemin. Dhe titulli ka kënë, Gjahysa për në avion mund Tiranë. Gol nga avioni. Nuk e kanë besu se s'kon ditë edhe komplet njerëzit e mi nuk e kanë ditë se unë kam marrë në Shqipni. Vish kanë thonë qilë Gjahys. Ishën Tiranë ndërkohë? Unë erdha, u ktheva në shtëpi atë natë, në nesën mjes jam nis për Tiranë, ne ishim grumullum te Adriatiku si as sot ministri, ka kanë Adriatiku mos gabosha. Po. Edhe ishin grumullum aty Vllaznia dhe I kam thonë Serdetjes qërisi, unë du me shku në shtëpi se kam 2 muaj pa shtëpi dhe vjen nesër. Dhe s'ma moj me se pa lesë se unë isha 2 muaj pa lyt. Bile më pyti, I tham, pa ta bëj javë servitje me një ekip Zvicrës dhe mirë dhe okej, se pa shohim, si dushi. Farë që po të nëpres, kisha ambicje të luaj në Zvicër, ndoshta gjenë një ekip në atë moment? I pata ambicjet, I pata dhe mundësit, por ishte ja, në të kejnë nështë një moment I keq, edhe s'kena pas menagjera, pa në të kejnë moment I keq një trajner kërët të sët goleni, Shqipnia u morë vesh si arë me gjana, e mentaliteti u shqiptar. Po ashtu ish pjesë e Jugoslavisë. Më thej fije bravo të qoftë, më thej pak aja pjesë dhe prandaj jam këthy, se se kishe nërmën më këthy mu. Po u ktheva se më thej kja pjesa përmani diçka shqiptari dhe unë u mërzita. Tip racizmi. Pa aty thash do të kthehem. Dhe I bi shkurt, ban formacionin qeri, Gjahysa Sinani. E shafun. Se kena pas një komunikim tjeshtë, plus që kisha lyt me te, pra ne kena dorë kampion. Se kena pas një person shok. Cerdedi. Sa I qangen. Super njëri. Jo vetëm ish kampion, po zotrin shkodran. Harmonin dhe entuziazmin e Ferit Borshi. Humori pa pami ti. Si e matin në legri të tankojnë ekipin. Dhe të më drejten, fillan loja me lujtet, po las me thonë Besoj se në formë ki qenë, nuk ki qenë kili më shumë, sepse këtë fizike pasur gjithmonë. Bo me të thanë, Endri, kam ju dhe 80, nuk kam po. Ka që isha. Ka që nuk ishe frim, do shë. Kur kam arrit, I pa ta thonë, seri, nëra se s'kam mo fort, vetëm se harrej kur, pa bo golin, I thamë, nëra se s'mundu mo, I mirë të vazhda. Një të kohë mërë topin vjori, pen me sfush, 10 vjori, dherin të zona 16, kënëra I Limemetin nërhyn. Sparkat, më del topi mu 20 metra, shtrin, Lendin Albani ka kënë port,
gol, 1-0. Seri mëndra, je mirë, kur kom rru në isha, thëmë drejten, gjak për hunë shmo dole, përvesh. Po ishte goli i kampionatit. Ishte Dhe një përmende disa kundërshtarë që janë me të vërtet e më të pojnë. As diskutohet, aty manena, erdë në u formu ekipi, masi kryvi kë mini kampionat, e bëme edhe tip fazet këtë vogël, prep të në Shkodër, dhe hime me i besim papam. Ishim shok. Gjaja kryesore të ekip ka kënë, të në me hime fitu. Alet Endri, alet Altinis, kjo s'ka kënë. Pra ne na kena pasat rezultat që kena pasat. 23 neshe po hupin dri. Besoj se nuk është një rekord që është ende i pathyer. E pat pas Partizani mas Gabosha, e vetë mja gjatë si mu mbjen keq për mirë grimin, për mu është në shok maj miri. Mirë grima, kam respekt për atë dy. Kena shumë gjarje, shumë gjana me te, bile du me të kaldu një rast. Jeni besoj Brezi që përveç se shok futbollit jeni shok njetë. As diskutohet, miri është kamet, mirë grima. E thëmë pa bin, pa asilej reklamet, asilej gjajet. Edhe ka dhe një rast me mirë grimen. Të lytë në Tiranë, me Tirane, minuta fundit, 93. Gjithmonë ishëm para shtyllës, shaf trajektorin e kornës, si duhet me bo Tirana gol se zban. Mërë topin miri, unë isha fut sprint. Te mesi fush. Që dilën sul. Pa. Edhe i bëj me dorë mirit edhe. Miri me top në dorë edhe kishte met, nuk e halte. I thënë vetë me dorë. E halli mas Gaboshat e lonë Zmiani, edhe kryve loja. I thënë vetë, pse se halla mu? A besan thë, s'kam besu thë se jeti, thë, se ishe i të thë. Ku shkollë tha atje. Sinqerisht. Nuk se ka besu syve, se në gjithmonë rishet e shtylla parë. Tim lete mirë. Po që të mbroje kornë. Pa, bravo. Aty. Por pas trajektorin e topit, e pas si nuk ishte fort golit, unë u futa në sprint, se ata ishin dalë për me... Edhe si ka besu syve se jam unë atje. Thotë, kur i ke për këto. Pra ne kina pas shumë të forta. Dhe, thëmë drejten, aje ekip domon ka kënë, si tash edhe parë për migrimin, vjen keq, për 6 minuta me thyrë rekordin e Gugunjës. Ja, të Perlatmus. Perlatmusës. Një neshje po pik, asi bëj gjërë se na kishim dalë kampion në 500. Për 6 minuta, shkoj me hajmi gol krejt këtë për në kornë. Nga neglijenca ndoshtë. Sinqerisht, na ka ardhë keq tanve. Ishtë disa minuta ka kanë miri po hangër gol. Po pësuar gol. Po pësuar. Po ishte Brezi profesor besoj, se nga që ishte gjithë shkodranë. Që nga jo moment nuk besoj se Vllaznia ka pasur një ekip me gjithë shkodranë. Ziti Quba ka thënë një fjallë. Vllaznis 80-90 po arritshëm. Viteve 80, 10 ku shën kënë, dhe Brezi 94-2001. Thote gjithmonë Zidia, pse? Plus gjithë shkodranë, dhe ma mira, në gjëja ma kryesore ka kënë, si në ekip ka pasë humor papam, qeshën a shumë, harmonit papame. Po s'kishte kur xhelozi, Asigram. si ka mundësi? Asigram xhelozijet. Lutë Endri, ndoshta në vend tem, Endri do na me fitusat, kjo ka kënë. Pika kryesore e ekipit tonë. Kam dëgjuar para pak ditësh një intervistë të mallit Kola, përmend edhe ti para pak çastesh, edhe ai po theksonte të njëjtën gjë tek Tirana, që ishim familje, nuk është se ishim shok futbolli. Ne, nësë kena pas një talent ose një cilësi të mëdha shumë. Ne kena thonë, du me një mujenin, e me një mu, kaq, kjo va kënë të na. Ajo thjeshta që the para pak çastesh. Pra ne thash por, futbolli e thjesht. Kaq. Po duhet pyesë një pyetje tjetër. Si është luash me Sinanin aty në sul? Gëleshën është më mirë historisë shqipërisë. Shak e Fimnis, Vjorën e kam shumë mik, shumë shak, është gjithçka. Me Vjorën kena lyqysh me tritë, gjithkund bashk. Kena hime 1-0 në fush. Tham drejtën. I shërbej e ti apo shërbej ta i më shumë, sepse duhet i ke shërby ti besoj. Normalisht, kam shërby ati, por shive, tham drejtën, Klush, shish farë mundësash, Ed Martini, Vjosin Sinani, Hamdi Salihi.
Kollosa të futbollit shqiptar, jo vetëm aty në Shkodran. Çka ke dashur me i bë? Me këta ke luajtur në kah, më duket. O hapi në kah. Ka kanë një moment ishte edhe Gen Çoçja edhe Martin Nilsson. Unë isha gjithmonë mas tyne, ose në kratë djathtë, ose në kratë majtë. Si vjeç ose por gjithmonë, a beson kishte raste sërdetja si harrote edhe emrin me Elon te një meçë, shifte. Hama gjahysje to. Vazhdo. Ik. Vazhdo. Pra pse ka pas besim. Ai ka ditë si edhe mos më thon unë e kam pas si karakter me shku, me animu. Pse se një na ka mojt, thash. Pra ne kena pas atë rezultat. Bile habitim ka herë kur thonë bëjnë thirrje tifozëve të Shkodrës. Tifozët e Shkodrës kena vënë bë thirrje. Jepin fush. Tifozët e Shkodrës rrin po hangër edhe vjen me to. Unë jam dakord deri diku me këtë pjesën që thua, por e kemi parë që edhe ekipi ka qenë mirë këto vite dhe sërish stadiumi nuk është ashtu siç ka qenë. Ndoshta largimi, jeta sociale, gjithçka ka ndikuar, nuk e përjashtoj. As diskutohet ndër që për çdo vit ndryshon, por sa vite ka Vllaznia me shulacione. Po para këtyre 5-6 viteve kishte thuajse 10 vite. A pa bien, as pa bien. Dhe ra fatkeqësisht në një moment kam qenë prezent bashkë me shokun tim Viskrojen. Akoma kam të bërbylin në koç kur kom rëndëshë. Vëshillimin finale. Doja dilja pak aty, por ta përfundojmë këtë pjesën e emocioneve të bukura fillimisht, sepse 97-98 është titulli parafundit i Vllaznisë. I parafundit. 2001 në mos tjetri, pak besoj. Duke krahasuar thuajse janë 30 vite, 2 tituj. Je pak, asgjë. Pra ato çfarë ka prodhuar ky qytet dhe kjo tokë? Shkodra bukë sport ko. Por njerëzit që e kanë rrethu Vllaznin, s'janë duhunit. Ti vin mirë kujden, ti vin keq kujden. Më ka thënë jo sot, po është pakten mi 15 vjet. Rudi Vata më ka thënë në një intervistë. Pa ne se dojnë Rudi Vatën. Rudi Vata është shumë i drejtë. Më ka thënë në një intervistë Vllaznia ka pasur Hamzajn gjithmonë brenda. Bravo. E sakt. Është e vërtet? Shumë e sakt. Sepse i ke provuar në kurrizin tënd shumë gjëra. Shumë e sakt. Shumë e sakt. Tu fillu thash edhe herë. Tu fillu qysh me kryetar bashkie që kanë e kanë pas për fitim Vllaznin. Jo ka kanë për Vllaznin. Për Vllaznin jo kanë mu, Vjorit, Sinonit, Martinit, tjetrit, Premçit, aty ne e kanë. Grims. Jo, këto emra që përmend kur ja përmend Vllaznin, këto emocionohen, vetë ju emocionohet zëri, i dridhet zëri. Janë shumë gjëra si kanë niku. Pra ne ka shku Vllaznia dhe është ajo si thati te pjesa tifozit. Normalisht kanë nishu kohat, kanë ikë shumë njerëz. Unë di me thoni kaq. Për dha loj, Vllaznia pranon, publiku Shkodran, pranon me hub, me lojë të bukur. Ka kanë gjithmonë. Për dha loj dhe shikoje publikun atje. Shumë e vërtet kjo pjesë. Besoj se emocioni më i madh i karrierës tënde është ai titull kampion. As diskutohet, ndri tham drejtën kur kena hyrë ditë taj podi vogël. Sa rreko. Po i krahasimi që të ka bërë Bujar Çamili me Ronaldo fenomenin te kënga. Gjahisa shlaku si Ronaldo e tu ndër rjetën. Aja normalisht është edhe herë, aja met histori, por kur kam kap kupën dorë, diçka po imagjinueshme. Thash, unë isha ai personi si unë me lyt me Vllaznin dhe unë dola dhe kampion me Vllaznin. Pra janë ëndër për mi ndoshta. As diskutohet, por gjithmonë ta përsërit edhe por besimin në veti. Akoma vazhdoj sot edhe trajningu si bëj me fëmijët, besim fort te vetja. Ti luaj deri para pak vitesh dhe nuk e lëshoja rrugën. Jo, ne kemi intervistë për menduam se thymë rekordin. E Guinness pa ja. Kinezi. Shumë vërtet. Nuk ja lije, po themi, kuptimi sportiv, rrugën as 20 vjeçarëve hapur. Ja. Ndërkohë që ishe 40 ca vjeç për vete. E në rita thash, por, për 9 vjeç, 52 vjeç, po i fush një sekund. Është e mërshme.
Por karriera jote jo vetëm vllazni, Altin, por edhe Bylis, Tërbunia, Polonia dhe Laçi, Bestidhja, Laçi. Beslidhja, Prishtina, Ferizaj. Këtu doja dilja pak Kosovë, kemi pasur një bisedë miqësore jo në televizor, me ke thënë që jam ndjer shumë mirë në Kosovë në atë periudhë që jam aktivizuar atje. Aty, me bindje të plot tham, jam një profesionist. Unë nuk e disha deri në atë moment që lojtari shkote me dur në gjepa, i gjete teshat palosna, pa ke bat fjallë 2000. Jam i pari shqiptar që kam shku bashkë me njërin e të mallin Dinxhega. E dija që i pari shqiptar që ke luajtur në Kosovë. Tham drejten, prep iniciatori e Satrakiqi. Dinxhega komunikim me Satin, a thumë kishte ardhë, flas vetë. Në momentin si më ka thënë Sati ishto, për shkej, kam thënë, për ty shkej direkt, edhe kam shku direkt. Në çfarë viti ishte? 2002. Po thua profesionalizëm që atëherë? Tham drejten, aty e kam një vetin profesionist. Si neshe, si gjithë unë shkosha me du në gjepa. I gjeshat palosna, kryshën se vitjen, i halshën. Si është sot? Si është sot e zakonshme, diçka e zakonshme. No, vazhdojmë, sot marrim çantën në krah. Vazhdojmë sot e marrim çantën në krah. Pra, në atë kohë. Dhe patëm një periudhë shumë të mirë me Dinin, se e morëm me ekipin e Prishtinës në vend 13 e përfunduam në vend 3. Patëm rezultat mirë. Aty mandena, prej aty kam kaluar edhe u ktheva edhe vjet te Vllaznia, mandej kam kaluar edhe herë te Ferizaj. Kjo ishte bashkëpunimi i presidentit Prishtinës, Arbon Desko. Sot e kam mik shpijet, shumë njëri pozitiv, dhe ai ishte prep iniciatori për më shkuën te Ferizaj. Atje jam ndjerë, ndoshta 10 herë më mirë se te Prishtina. Pse? Tham drejten, një qytet i tonë, çdo gjë vetëm u flitte vetëm fjala Gjahysa. Dhe sot, kanë kënë periudhën si erdhi edhe mirë Grima, Armando Cunguc, Edi Martin, si lujten te flamurtari i Prishtinës, unë lushen Ferizaj. Dhe një tifozek i papamat në Ferizaj. Shumë e allëroshin, shumë e doshin futbollin. Dhe ja më mu motiv edhe më tepër për me lanë. Edhe hera po një sëri tyne si atë dalshin vend 3. Ishte arritje historike. Feste molla, doli Prishtinë kampionat vjet, aty u bë festë në Ferizaj. Sinqerisht. Pra, janë disa eksperjenca që nuk besoj se i harrojnë ndonjëherë. Sa kam shumë miq nga Kosova. Shumë miq. Po pse duket sikur sot përposa të ligjit sporteve, sikur futbolli kosovar po ec me ritme shumë më të mëdha se sa i shqiptar. Po them vetëm Vllaznia, po them futbollet në krahasim. Janë më të përparuar se na te ky aspekt dhe janë më pak mashtruesa se na. Por ata shqiptar janë fundit. Janë me ty, jam dakord, por të ka shumë mangësina futbolli shqiptar. Shumë mangësina. Besoj se që tek moshat thonë problematikat dhe përfundojnë superiore. Të them vetëm një gjë. Jena në Shkodër. Kallëzat terrenet sportive si ka Shkodër. Atëherë, ku cilësia si mund t'i jepsh fëmijëve sti sot? Është baza. Po çka është në Kosovë, shive si i bëjnë. Shumë e vërtet kjo pjesë. Atëherë. Shumë e vërtet. Pra, këtu fillon futbolli, te terreni. Tek infrastruktura, baza. Kulozin sa të fëmijët tonë, 10 vjeçat, 11 vjeçat, 13 vjeçat. Ndri. Unë them drejtën, unë flas atë si është. Ta kam thënë edhe në emisione, dikujt i vjen keq, ti vjen keq, nuk e kam problem me pjesë. Sinqerisht. Jo, kjo është e vërtetë, është fakt sepse Shkodra e humbi një kampionat evropian U17 që mund të vinte këtu. Një kombëtare prestigjioze, Anglia, Gjermania mund të vinte këtu. Për Shkodrën. Shumë e vërtetë. Mund të rrezikoj të humbas ndoshta edhe ujin 21-shin, pavarësisht se opinioni është pozitiv momentalisht, janë dhënë disa drita jeshile për disa fusha për të punuar. Ka më kënaqësi me të ardh kombëtarja gjermane 17 bosë viti këtu. Ata janë identik si kombëtarja e parë. Identik. Po një 17 vjeç që kam luajtur ekip parë. Ka përdhuar te Bayerni, tek Dortmundi, tek këto ekipe. Me emrat mim. Pra ne kjo është problemi këtu te na. Po su bënë terrenet lona, si thënë kot. Duhet federata ka në vëmendje, por pushtetet vendore, lokale. Do të ketë qytet, ta thot Altini, sa ka fëmijë cilësor Shkodra për futbollin. S'ka qytet Shqipëri. Për frymë për banor, besoj se kemi më shumë fëmijë se gjithë. Po. Në sportin e futbollit. Ta përmenda pak më përpor. Shkodra ka bukë futboll. Bukë futboll.
Tani duhet të kthehem pak tek ai momenti sikletshëm që e përmendëm pak më përpara që e ke ende vëshëllime në vesh në Korçë. Iku një trajner nga Vllaznia në momentin e fundit e braktisë Anier, mund të themi kapiteni i Anijes, por dolën dy shkodran, ti dhe Erviska që e përshëndesim, që i vu gjoksin, pavarësisht se unë besoj se edhe ju e dini që Vllaznia ishte rënë. Indri, mos gabosha. Ishin 2-3 ndeshjet e fundit mos gaboj. Mos gabosha, do ta mosh mend. I ftum në emision të ti kam kënë për ball Ernest Gjoks. Ja ka thënë publikisht, ja kam thënë publikisht, ja kam thënë sy. Aja trajner Facebookut. Në emision të ti kam kënë, që se e kujton. Ball për ball e kam pas, je trajner Facebookut. Të lehet ekipin minut 93 në vlonë, të ullet najon, unë trajner hinë fush, marrë karton të koqën, pa vane lojnë edhe fitaj, edhe pështan Vllaznia. Edhe e la ekipin, të suksu i ma me ekipin për mblonë. Ati du t'i thotë tërp t'i vinë. Por, ati i lumë me drejtusat që e kishin. Pra ne e përmanda pak për përpora, nuk është sot, pa është. është shpër shumë vitesh. është zinxhir dhe pra ne sjenat e kampionatin. Po, ti me visin e kishit, ndoshta ishit fundit optimist, dysha fundit optimist në Shkodër që Vllaznia mund të jetonte. Apo thjesht doni të jepni të zemër djemve? Sheve, unë nuk mund t'i vele fej kretë trajnerit. Jo 100%. T'i kon fej edhe lojtarët. Pa të bi një shemull. Marrin ekipin unë në visi, dhe unë e kam sot vazhdoj, unë hi e lës vetë futbol me fëmijët. Me çdo ekip, si kam pas, çdo grup mosh, me fundit që gjesh me tribunit, unë hi e lës vetë. Dhe kisha shprehin hi e lës me, pa bashim 7-7 neshe, me portat afrume, dhe hi e lës. Pa të kenë një mërsimi. Brojtë si i vlonjat. Dhe unë, po vedije sparkat, marr topin, qohëm, i bjen bërbyllit visi falë. Kthej kyt. Për ka e ka? E shaf në topë. Se më qohë më profe, me vrave. Qa mas më ra, thash Vllaznia. Nosha, i thosha dhe i fjallë tjetër të visit, për nosha sa shtë me rënat, i veshim edhe i mini fund, se pa a thamë. Dhe marrës të vitja, unë marrë topin për me bo gjyti për qef, kthej kyt nuk shaf asnjë. Këshin iku gjithë? E i mu lo. Pra thash, vjen zinxhir. Por, pika kryesore faji ishte ai. Se harri kur minut, ka kanë minuta 93. Mbaj më ndeshin. Ne ishen lon. 3-4 ndeshjet e fundit mos. Ne ishen lon, si na boni lona në fund Gol kret. në fund. Në rrenti mund najon. Trajneri, unë hinë fushma, ngrije me albitën, dërmë në 14, s'ka gjë, po pështan ekipin, pështan Vllaznia, po s'janë njën për Vllaznia. Je edhe ti me atë idenë që vetëm me Shkodran. Unë jam me Shkodran, Për të drejtuar, them. as Trajner dhe drejtor as sportiv. diskutohet se më mirë se një Shkodrani mentalitetin e Shkodranit nuk e njeh kush tjetër. Për jashtë një dervish Haxhia Sonageç. E Shkodrani e kemi kthyer. Aja është si dhuti Shkodran, por tham drejten nuk jam ai kundra lojtarëve të ardhën, po cilësor. E Nuk jam me ke shumicë. theksuar gjithmonë, E kam- e ke theksuar E gjithmonë. din shumë mirë, nuk është gjë për si e tham, 2-3, po merri cilësor. Dhe jo thjesht Për mbushësh rrallet. Indri, ky neshin Shkodër, ai ardhëni. Veshet, hyp makinë, Shkon në qytet. qytet ti. Të shamën ti hajmë unë e ti. Ha? Është e vërtet, është e vërtet. Ti u komentu, unë Duke luajtur fush. E vërtet, e vërtet. deshte. Ashtu si shmanin mu moshta për një ekip tjetër, jashtë rreth. Jo, unë nuk e besoj këtë për Shkodranet, pra. Jo, e kena bojna. Shkodranet kanë dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Unë kam bogël Vllaznisë mballësh. Bile një vjet që kodol Vllaznia në 2001 kampion. Kena i namlall, unë aset pranë që Ilir Dibra, që do në me bo? Do në me lyt, hajmë bukë këtu. Do të luajmë futboll. Po, unë edhe Ilir Dibra kena bo golin atë neshe, 3-1 kena fitu.
Sinqerisht. Po, kjo është profesionalizmi në fundit. A duhet gjykohen sportistët që japin kundra ekipit tyre të lidhjes qytetit? Ja. Nuk mendoj se duhet gjykohen. Unë edhe pak të neshja fundit merdi keq disa persona po e shoshin gruden. Pse? I të ishte. Ndoshta nga ndonjë gjest, sepse jo nga ajo që e fush, sepse ndryshe të japësh fush, ndryshe të bësh gjeste. Janë emocionet e neshjes si që duhet i provojnë ata që kanë luajtur futboll. Aja kupton. Jo ata që janë tribuno. Ai si e provon, aja kupton. Është e vërtet. Prandaj thash, ty e di, ty e provuar se ç'a duhet të topi, prandaj thash jam i fiet e populloshja. E di çfarë do futbollisti, çfarë do trajneri, çfarë do ambienti, gjithçka. Jemi pak a shumë minutat e fundit, profesor, një këshill për të rinjt që do e jepje, që do e theksoj përveç punës. Sepse aty është sektori. Këshill. Unë të tham drejtën, jam për ditë me këshill. Një këshill e veçantë. Këshill e veçantë, besim veti. Ka, do të theksoj këtë pjesë, ka poshtërsina, ka do të lozin djali Altini, filani, po kur të kesh atë besimin vedi, ai besimin vedi është ti tregosh në fush kush je. Që e fiton me zor. E fiton ashtu siç e kam fituar unë. Nuk e çaj mas i lojtar tjetër, ashtu siç e kam fituar unë. Me këtë trup kam kanë gjithmonë. Ja tham edhe fëmijëve sa sportistëve si kam, profe, i ky kam kanë gjithmonë. Vetëm besimi. Besimi dhe larg të keqes. Jo me mendimin Enës ndan, Altinis ndan, trajneri. Nuk ka trajner si nuk e dën sportistin e mirë. Këtë e thonë shumë veta. Këtë ta garantoj. Pse? Normalisht do të tregoj punën time si baj. Pra ne e du të mirë. A ka probleme si do të lozin ai ka sa dush. Këto besoj janë në botë, jo vetëm në Shqipëri. Tham edhe më të saktë, në një pjesë e kësaj, sot unë nuk kem ndoshta edhe pjesë akademisë. E kena diskutuar më përpara bashkë. Pse? Unë e kam pas djalin të ultramajta të Akademia Vllaznisë. Kur unë kam trajner, dhe me atë ekip unë kam dalë kampion Greqi. Si nuk u pritte për me dalë ekipi jonë, dhe unë e ndrosha djalin dhe gjithë prind, djalin. Qose një trajner nuk i shikon gjithë fëmijët i saj, s'ka bërë. E ka të kohët. Pra ne, ashtë aja, ndoshta dalim pak të kja si më the parë pse të dojnë fëmijët. Gjithë vlerësimin i saj. Trajton gjithë njësoj. Për mu, një fëmijë si vjen të vija bardh, hin fush, a fëmija jem. Tani profesor kam disa pyetje, po i duhet shpejta përgjigje, nuk duhet mendohesh shumë gjatë. Ndeshja më po harrueshme për ty. Janë shumë, por nesha me Tiranë 1-0 si ishte për mama. Goli nga avioni. Goli nga avioni. Një moment ndoshta negativ, përveç kësaj rënjes nga kategoria, kur ke qenë lojtar? Negativ. Negativ s'kam pas fort se e kam bë të keqen, po kam thonë do ta bëj të mirën dhe e kam bë. Një neshë moj mend me Gjirokastën në Shkodër, nesha parë bile atij sezon, si kena dalë kampion, mund të isha lojtari më i dobët në fush. Deri në minutë 78, prej në kohën e bëj golin. Atëherë më i mirë. E mbylla isha më i mirë. Ja pra çfarë bën një gol. E shifsha vetë që isha shumë dobët. Bile thosha pse s'ndran, por të e di karakterin tim seri, që unë vraposha, diskutohet, kam vrapu shumë, dhe kjo ishte ndoshta aja pjesë, por nuk kam një gjest, në rasti ma, që ndoshta mos dhe me përmend ti aty pale. Jo, vazhdo, thuaj. Ma i bukri i po harrush me kartoni kuq. Si kam gjerë arbitrit, me firin. Atë që ke marrë kartonin. Aja ka kënë. Kartonin e kuq dhe ja gjorë arbitrit. Për fat keq, atë neshe s'ka kënë as i kamerë me filmu. Dhe këto mesi vetëm memorit atyre që kanë qenë në stadium. Nuk e harrej kur kam rënë neshe një plak, mi 7 dhe sa vjeç, jam bothot e kaq vjeç nuk kam qesh një herë thotë më fort. Si që ka nërmend me a nxjerr karton të kuq arbitrit.
Goli që nuk e harron besoj ai me Tiranën, që Ai ka këndon, gjithsesi. Se ka ditë kërkush edhe unë thosha sa mirë kam forcë me qua top hyrja deri. i gol. Kaq. Kundërshtari më i fortë që e ndeshur. Si futbollist po them. Mbrojtës ndoshta, mesfushor, nuk e di. Asnjë. Ata më kanë pas frikë mu. E çfarë mentaliteti ke? Pse? Jo, është e vërtet. Pse s'kam pas rol. Po Kjo është ajo gjëja si një kundërshtar ndoshta që do e vlerësoje. Që thua ky ishte futbollist gran. edhe te ekipi jonë. Kundërshtar po them. Kundërshtar. Jo tek Vllaznia. Devi Mukën. Devi Muka. Po arriqëm. Trajneri më i mirë për ty Trajneri, ose më i veçantë, po them. trajneri, shive. Njim nuk mund të tham, dikush mund të thënë edhe elozhe, që unë i kuptoj gjona, por Aseta Fizi. Absolut për me dhënë besim, për me ditë me të fut në lojë dhe me ditë me të bë taktikë dhe çfarë do të bëj çfarë. Dhe trajneri si të kollon shpirtin, dhe vishë gjasë në kiqë. Futbollisti më i mirë me cilin ke luajtur për krah. Janë shumë. Një. Janë shumë, me Sinan, me Martin, me Salih. Sinani e mora vesh. Me Albanok, me... Shive, unë mund të qyj Albanokën e astet pranë që nërmërësat më të Okej, atëherë më formoj një formacionin më të mirë me cilin ke luajtur. Formacionin? Më të Mirë mirë. Griman Port, Leon Zmijani, Albanoga, Asit Pramqi, Ermal Dervishi, Armando Cungu, Suad Lici, Safet Osja, unë, Sinani, Martin. Sali i garë shumë më mrapa. Çfarë formacioni i frikshëm? Shatë të dy bashkë. Ashtë edhe i foto bile i formacion. Është fotja me këtë formacion. Bravo. Dhe jam në pyetjen totalisht fundit, Vllaznia për Xhahysen, çfarë është? Jeta. Gjithçka. Jeta. Kam emrin, kam çdo gjë për Vllaznisë, për këtë qytet që unë adhuroj. Je ky që sot nga Vllaznia, nga Shkodra, nga tifozët. Kush e njofti Xhahysen? Kush e bani më njofti? Vllaznia. Bën edhe këmbët e tua. As diskutohet na thonë edhe pak më po. Emri Vllazni. Aja është që nifet jo në Shqipni për në gjithë botën. Pse? Ka emër të madh. Dhe duhet ta ngrehin aty ku e kam vendin dhe ku e meriton. Inshallah. Unë të falenderoj shumë profesor për këtë bisedë kaq simpatike dhe të këndshme. Gjithmonë është kënaqësi të kem në studio. Dëroj të vazhdosh këtë punën e mirë me brezat e rinj, sepse me të vërtet je një shembull dhe duhet të vlerësohesh pavarësisht se ti qëndron në hije, por punën e bën shumë të madhe. Kja më bukur. Kja ishte më bukur dhe për çdo ftesë e jotja unë jam i pres. Se tham drejtën e meriton. Nuk e tham për me të bë reklam, por e meriton ti je vetë prezant sa herë që unë kam kanë shumë shpesh në emisionet tuaja. Pse? Më lejon me fol atë që duhet. Kja është më kërësoria. Se këtu jene i fijet mesin për me fol. Se e vërteta... Për te sur para duhet jemi original. Kja është më pozitivja, si sot mungën. Falenderoj shumë. Gjithashtu. Ju falenderoj dhe ju miq, ne do të jemi sërish javën tjetër me tjerë protagonistë. Deri atëherë me u takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Misht e Shemsi me dyqanet tiktik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndales me dyqanet në Rus dhe në Parruc.